Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ulja në fund të mezhlisit, apo nëse nuk ka zbrasir mes njerëzve. Imam Bukhariu, hadithin në vijim, e që është hadithi 60, e të të lënë me këtë nën kapitull, dhe cek nga hadithin nga sahabiu i bekuar Ebi Waqid el-Laythi. Ebi Waqid el-Laythi cek se pejgamberi alayhi salatu wassalam anë Rasulullah sallallahu alayhi wasallam بينما هو جالس في المجلس والناس معه përderisa pejgamberi ishte ulur alayhi salatu wassalam në xhami me disa njerëz. Dhe disa njerëz ishin në tavë, ishte me disa një grup njerëzish. Idh aqbala thalathatu nafarin, kur arritën erdhen hyrën 3 persona. فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحدا. 2 veta u afruan afër pejgamberit alayhi salatu wassalam, ndërsa i treti u largua. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاولا وافرنا أفر بيغاميرة عليه الصلاة والسلام فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. Njëri prej tyre pa një zvrasir në rreth dhe ul mrenda atë. وأما الآخر فجلس خلفه, ndërsa tjetri ul pas rrethit, pak më në distancë. وأما الثالث فأتبر ذاهبا, ndërsa i treti u largua. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, kur e përfundoi pejgamberi fjalimin e vet që kishte, duke folur apo duke thënë apo atë që donte ta thonte, tha: "Ela ukhbirukum an an-nafar ath-thalath", a që tregoj për këta 3 persona. Sigurisht se sahabët i thanë, po ja Rasulullah. Pejgamberi tha: "Amma ahaduhum fa awa ila Allahi fa awahu Allah." I pari u strehua tek Allahu, e atë e strehoi Allahu, apo andaj e strehoi Allahu sepse strehu te Allahu. Wa amma al-akharu fastahya Allahu minhu, ndërsa tjetri, i dyti, u turprua, andaj edhe Allahu u turprua prej tina. Wa amma al-akharu fa'arada Allahu anhu, ndërsa i treti e ja ktheu shpinën edhe u largua, por edhe Allahu u largua prej tina. Ky sahabi i bekuar, Ebu Waqid el-Laythi, 2 fjalë pak për këtë sahabi, sepse ceket për herë të parë në Sahih al-Bukhari në këtë vend. Emri i tij është Harith ibn Malik, e thuhet ibn Aufin. Ka pranuar Islamin herët, e thuhet se ka prezantuar luftën e Bedrit, që shtë Begaviu, Hakimi dhe të tjerë. Por, shumë ulema e mohojnë që kë ka qenë prezent luftën e Bedrit. Madje thojnë se ka pranuar Islamin shumë më vonë, diku afër çlirimit të Mekës. Ishte nga sahabite Medinës, jo Mekas. Ka transmetuar hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga Abu Bekri, Omeri,
Esma bint Abi Bekr e të tjerë. Ibn Hajeri thot se tek Bukhari është vetëm një hadith, e që është ky hadith që kemi para vetes. Tjetër hadith të Bukhariu të këtij sahabiju nuk gjejmë. Ka vdek në vitin 68 Hijri, e thuhet në vitin 65. Ndërsa se përket shpjegimit të hadithet, pejgamberi alayhi salatu wassalam për pas metodave që tjera që ndiqte, apo për pjesë metodave të shumta që ndiqte ai për me shpjeguar njerëzve fen, atyre u sillte edhe shembuj. Në mënyrë që ta sqaronte atë çfarë të donte, që mësimi të jetë i qartë dhe të lë gjurmë të thella tek dëgjuesit. Në hadithin që e kemi para vetes, sahabiu i bekuar Ebu Waqid tregon se përderisa pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ishte ulur me shokët e tij në xhami. E pejgamberi shpjegante diçka nga dini, nga feja. Kur u erdhen 3 persona, hynë mrena 3 persona. 2 prej tyre u afruan afër mexhlisit, i treti ktheu shpinën edhe shkaj. Ata të dytë që u afruan mexhlisit, i bashkuan mexhlisit. Njëri prej tyre e pa një pak hapësirë të vogël në rreth, zakonisht ka qenë tradit më bërë rreth. Më thoi thënë halka, më bërë rreth, e pjesa të rreth i mullë dhe hoxha, këtë ras pejgamberi, mësuesi, dhe mi shpjegu fen. A i gjetë pak vend dikun dhe hini, o hullë atë. Tjetri nuk gjetë vend këqyri, po ngushtu, o tërpru, o shty ma mrapa, o hullë, po dhe kjo pëngan. I treti, se e pa që s'pas ka vend, nuk e lëdh heq, e ktheu shpinën, edhe heq si shkaj. Pejgamberi vreti, alayhi salatu wassalam, ta ata 3, por nuk foli asgjë. Vreti që veprimin e tyne, se si vepruan, nuk foli asgjë. Derisa përfundoi fjalimin. E pastaj i tha shokët vet: a dëni të tregoj për ta 3 persona? Se zakonisht shokët e vet thanë, po ja Rasulullah, sepse sigurisht që diçka ka për me tregu, ka me mësu diçka. Andaj me korrektje thanë, po ja Rasulullah, tregon rreth tyne, çfarë ka? Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: njëri prej tyre, njëri nga ta, u strehu të Allahu, u afru të Allahu, të bareke o ta'ala, ju mbështet Allahut. Allahu e afrej ofër vetës, ofër mëshirës e tina. E strehej Allahu, e afrej Allahu, të bareke o ta'ala. A ishte sinqert, ishte interesuar me marrë dije. Andaj, kadar e boni veti vendin, e interesimi tina për me marrë dije, për me përfitu prej mësimet pejgamberit alayhi salatu wassalam, për këshillave të tij, e bëri atë që më afru të Allahu. Allahu e afroi afër vetës. Afroi afër vetës me sevap, me shpërblim, e afroi afër vetës me rahmet, e afroi afër vetës me ngritjen drejtje lartë. E Allahu shpërblen njerëzit sipas niyetit të tyre dhe sipas veprave të tyre. Kështu që ai anëpse u vonu, erdhe më vonë, por interesi i madh për me marrë dije, bëri që ai më bu ka pak veti venin dhe me qenë pjesë e atij dersi bashkë me ata tjerë që marrin dije. E ai përfitoi për dijes, por përfitoi edhe për rahmetit, mëshirës Allahut azza wa jall. Sepse Allahu ja din zemrën, ja din jetën, ja din qëllimin njeriut. Andaj edhe gradoj lartë, pra po e lavdron pejgamberi shumë.
po e lavdëron shumë. Ndërsa sa për këtë dytit, po thot, i cili u ngushtua dhe u turpërua, mi ngushtu njerëzit, dikush është veç është i ngushtu, mi ngushtu njerëzit. E bën ka bëllë pranën më ullë të dera, veç mes me ngushtu njerëzit. Është shumë mirë, por nuk i ngushton njerëzit. E kjo pjesë etikës e ahlakut të tij. Andaj edhe kur e pa se nuk ka vend, ai ul atje jashtë halkas edhe pengon dersin. Ul mrapa atyre njerëzve dhe pengon mësimin për dëgjën këshillat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E pejgamberi pa se edhe këtë Allahu është përbleu, kjo turpru, kjo ngushtu, por Allahu nuk e la pa shpërblim. Është shpreh, kjo është ngushtu, është turpru, Allahu është ngushtu për i ti. E që i bije edhe Allahu ngushtu me lan pa sevap, o turpru me lan pa sevap. Ai për hatër të Zotit, nga etika që ka një ku ngushtë njerëzit, e Allahu është i mëshirshëm, nuk e la dhe të pa sevap. E që ka në kupton se edhe këj dyti morë shpërblim të madhë, sikur se i pari. Ndërsa i treti nuk e lodhë heqë. Ai nuk e lodhë fare me gjithë vend. Me gjithë një vend mull dikun, qoftë edhe jashtë të rrethit, jashtë aty asë t'i fa rrethit, e me ngu dërës që është vepra i dyti, por me nëherë ja ktheu shpinën edhe heci. E Allahu nuk e shpërbleu. Për ata ka në hadith, e ja ktheu shpinën, e Allah ja ktheu shpinën atina. A ja ktheu shpinën dersit, Allah ja ktheu shpinën atina. E ja ktheu shpinën kuptim, nuk e futin mesin e rahmetit, të bereqetit, të sevapit, të shpërblimit, të dëregjeve, të larta, që u ajap Allahu aty në që ngojnë ders, që marrin këshilla. Pra ja boni veti haram një hajrë të madhë. E boni veti haram një hajrë të madhë. Andaj edhe Allahu e la, nuk e shpërbleu atë. Humbi shumë për kundër këtyre dy të parve. Pra, pejgamberët e shpjegoj gjendjen e këtyre treve. E që kjo tregon për rëndësinë e dijes, për rëndësinë e marrjes së dijes. E marrja e dijes është më shkula për mejliset e dijes, pra për rëndësinë e shkuarjes në për mejlise të hajrit, të dijes. Ku mësohet fjala e Allahut, ku mësohet fjala e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, ku mësohet dini Islam, ku njerëzit këshillohen, ku njerëzit mësohen, ku njerëzit edukohen, ku njerëzit ushqehen shpirtërisht, ku njerëzit përmirësohen me mejlisat hajrit, fitojnë për dynja, apo dhe fitojnë për ahiret, apo në ahiret. Kjo për faktin se për pas mësimeve që i marrin njerëzit në për dije, mejliset e dijes, madje nëse nuk marrin heq mësimet e dijes, ta marrin për reqet malë të Allahu, pe Allahut. I përfshin rahmeti madhe i Allahut. I ngrit Allahu lartë në qiell emrat e tyre, pozitat e tyre, gradat e tyre. I përmendi lartë tek paria e tij në qiell. Ata që marrin dije, janë njerëz të veçantë të Allahu. Janë njerëz të veçantë të Allahu. Siç ka në hadith të Abu Hurajrës radiallahu anhu, që transmeton Muslimi, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, e që hadithin e kuptim të përgjithshëm e dini shumica ju, mujtama qawmun fi bejtin min buyutillah, nuk ndodhë që dikush, ndonjë popull, ndonjë grup njerëzish, të mblidhen në një shtëpi prej shtëpive të Allahut. Jetlune kitab Allahi o yatadarasunahu bainahum, e të cilët e mësojnë librin e Allahut dhe përfitojnë me zvete
përfitojnë mes vete, mësojnë bashkarisht librin e Allahut Azza wa Jall, pra mësojnë dinën e Zotit. Illa nazalat alejhim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa dhakarahum Allahu fi man indahu, hafathum al-malaikatu wa dhakarahum Allahu fi man indahu. Këta njerëz që mblidhen për xhamia, me mësu Kur'anin, me mësu dinën e Allahut Azza wa Jall, këty në zbret as-sakinatu, qetësi, knatësi shpirtërore, të cilën e ndjejnë ata. Pastaj përfshin në rahmeti, mëshira Allahut Azza wa Jall. Po edhe me laqet, o hafathum al-malaikatu, edhe me laqet imbulojnë me krah të vetë. Edhe me laqet imbulojnë me krah të vetë. Sepse me laqet prezentojnë ato mezhlise. Edhe për i qefit madhë, e gëzimit madhë, që po përmenet fjale Allahut, po mësohet dini Allahut, e libri Allahut, edhe se rëbtë Allahut janë përkushtun me mësot dinin e Zotit. Me laqet i gjerojnë krahët e tyne. Vë hafet hamul me lajket o i gjerojnë krahët e tyre dhe i përfshin ata njerëz që janë në mezhliset e hajrit. E që kjo është kënaqësi në vete, është ushqim shpirtëror, është dhërat Allahut, wa dhakarahumullahu fi man inda, dhe Allahu i përmend tek banorët e qiellit lartë. Hadithi është e gjatë, për kjo është pjesë e këtij hadithi, që ndërlidhet me hadithin ton të temës për vlerjen e zënjes së dijes. Madje, edhe nëse ato mezhlise gjende dikush i cili nuk ka ardhur fare për mësim, për përfitim, por thjesht ka qëlluar atë, apo ka ardhur për një ndonjë arsye krejt tjetër, për shembull ka më taku me dikën të mezhlis. Mund dodhje dikush më taku me dikën në xhami. Por jo me marrë ders, për e lënë me në takimin. E që nuk kupton kë nuk është dhe mërë pjesë në atë mezhlise. Nuk për mërë pjesë për me marrë mësim, por thjesht ka qëllu, apo ka ardhë atë për ndonjë arsye krejt tjetër. Edhe këta e përfshinë rahmeti Allahut. Kë nuk është ai që ja ktheu shpinën e iki, që s'përfitaj e sen, asgjë. Edhe kë futet në mëshirën e Allahut te bareke o taala. Dhe këta e tregon, pra Allah nuk e ndan për rahmetit të vetë. Këta e tregon hadithi Abu Hurairës radiallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka me laqe të cilët hecin, mbredhin rrugëve në tokë në këtë dynja, duke lypur e kërkuar mezhlise ku përmendet Allahu, mësohet dini Islam. Dhe kur hasin në ndonjë mezhlis, ato thënë njëra tjetrës, e jani, se gjetëm atë që ka po kërkojnë, e pasaj qëndrojnë me ta, e pasaj kërë mezhlise ngritën lartë, dhe Allah i pyet si gjithë rapt e mi, ato i tregojnë gjithë të të përkujtu ty, i lam të të përkujtu ty. Hadith është i gjatë. Ndërto, Allah i madhruar thot, fe yaqulu shhedukum enni qad ghafartu lahum, o dëshmë juve se une i fali ata. Po i fali për hir që kanë ardhur me marrë dije, me përmend Allahun, me njoft Allahu. E njeriu me dije njeh Allahu. Mu afrohet Allahu. E njeriu me dije afrohet Allahu. Andaj Allahu është i mëshirshëm dhe i fal ata për mëkatet e cilat i kanë bërë. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة. Ndonjëherë për melaqe, thëto Zoti jon, ti për i falë ata, por mesin e tyne ishte një person i cili nuk kishte ardhur me njetë të mirë, nuk kishte ardhur me njetë me ngudars, por që shtasha se ka qëllu atë, ose ka ardhur do një arsye tjetër.
E Allahu i madhruar thot: "Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum." Ata janë njerëz, ajo është mejlis ku ai cili rrin me ta i bashkohet atyre nuk dëshpërohet. Nuk dëshpërohet. Pavarësisht me çfarë qëllimi ka. Dhe kjo nuk dëshpërohet, do të më përdorni shpesh, e mi thonë vllaznive, hajde në xhami. Nuk kemi u dëshpëru. Hajde në xhami. Je dije, nuk dije, s'kam hykur, hajde në xhami. Nuk kemi u dëshpëru. Hajde në një mejlis. Nuk kemi u dëshpëru. Nuk kemi u dëshpëru. Pra dhe nërë veç për ty, zvjen për Zotin, se i s'den hala. E nuk den. E nuk e di që është e një njetit të të badetit, nuk e din, nuk e din. Por ti, se kurse, për merë atët të mënu me bind, nuk i bje nëse me zërë, por dhe që është për mënu është me pru, e që i bje për jenë për hatër tëndë. E të lirë është të thu, hajde se nuk ke për me dëshpru. Me emër të Allahut nuk ke me dëshpru. Pra këto në mejlise të cilat i dënë Allahu, të bareke wa ta'ala. Imam Bukhariu me këtë hadith nuk ka deshtu më nga tërgu për vlerën e mejliseve, por këtu ka desh me tërgu për rëndësinë e marrjes së dijes. Por ne cekëm këtu për ta kompletuar pak më shumë hadithin dhe për ta shpjeguar se temë. Për ndryshe, Imam Bukhariu ka për qëllim me tërgu rëndësinë e prezencës apo prezentimit në për mejlise për të marrë dijen, sepse dija nuk vije të nejt në shpe. Dija nuk vije pse ki qef. Ja, pse ki qef, kjo është një hap. Dhe mund të ndalet qëto. Dhe kur hapi dytë zbahet. Ja. Pebo dytin, është e kote para, kam qef. Se kurse kam qef me hinë gjenet, tonë kam qef me hinë gjenet. Por o jenë nalë që atë. A hinë gjenet ata pse kam qef. Jo. Tonë kam qef me kanë të pasën. Por veç fjallë goje kanë. A bojnë tonë të pasën, veç të thonë kam qef me kanë i pasën. Jo. Dhe kështu me radhë. Por kjo kam qef me marrë dije, dohet më lodhë, apo me ditë, dohet më lodhë me prezentuna për mejliset e dijes. Për më marrë dije, e pastaj se rrjedhoj me njoftë Allahun, më ngritë Allahu, e me në lërcu Allahu, me në shpërbly Allahu, me në falë Allahu, të barek o ta'ala, me në përmend të këparia ti lartë në qilë, e kështu me radhë, Allah në bëpi ty në ja Rabbi. Wallahu dhe më së mirë, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.